A mendon që je i fort? Çto është ku këmba jote duhet me punu solo apo i vetëm? Qysh me mësu me bo pistol squat pa urcu? Një pistol squat apo ullje me një këmbë varet shumë nga forca, balanca, mobiliteti i kyçit të këmbës edhe kontrolli i trupit. E nuk duhesh me fillu direkt me lëvizjet plot. Ajo fitohet hap pas hapi. E çto janë hapat në vazhdimsi? Hajde pianizim. Fillo me squat normal, thellë dhe i kontrolluar. Edhe pastaj mundesh me shtu edhe Bulgarian split squat. Përsërite 10 deri në 15 herë në çdo këmbë. Qëndrim në një këmbë 30 deri në 60 sekonda. Edhe këtu pastaj mundesh me shtu me i mbyll sy. Kjo të ndihmon me balancë edhe me stabilitet. Kjo ndihmon në mobilitet. E pa këto, pistol squat është shumë i vështirë me u bo. E katërta është pistol squat i asistuar. Mbaju në një mur ose në karrik edhe zbrit ngadalë në tokë apo në karrik. Pistol squat i negativ. Kjo është shumë efektiv. Zbrit në një këmbë sa më ngadalë që mundesh edhe ngrehu me 2 këmbë në fillim. Edhe në fund, pistol squat i plot. Kur je gati, pa ndim, zbrit me kontroll dhe ngrihu me kontroll. Okej, e krytëm që ato se po na bjerë në shi që tash. Por, mundohu mos me rumbullaksu shpinën, edhe kjo merr kohë për me u ndërtu. E për ma shumë video si kjo, bënja follow Urban FM edhe subscribe në YouTube.